Miq të nderuar, ju përshëndes prap, shpresoj që jeni mirë gjithë. Do të vazhdojmë sot me mësimin e radhës nga Ungjilli sipas Markut. Sot në këtë video në fakt do të fillojmë një kapitull të ri nga Ungjilli i Markut. Jemi te kapitulli 7 dhe ajo që vargjet që do t'i shikojmë sot janë vargjet 1 deri 8. Pra, Marku kapitulli 7, vargjet 1 deri 8. Dhe titulli që kam vendosur për këtë pasazh, ajo që kam mësojmë në këtë pasazh është rreziku i vendosjes së traditave njerëzore mbi të vërtetën e Perëndisë, mbi fjalën e Perëndisë. Kështu që le të lexojmë këto vargje fillimisht dhe pastaj të shikojmë në detaje se çka në fakt na thuhet këtu. Marku 7, vargjet 1 deri 8 në thot, atëherë rreth tij u mblodhen farisenjët dhe disa skribë që kishin ardhur nga Jeruzalemi dhe kur e panë se disa nga dishepujt e tij po hanin bukë me duar të papastra, domethënë të palara, i paditën. Në fakt farisejt dhe të gjithë judenjët nuk hanë pa i larë duar deri në bryl duke ju përmbajtur traditës së pleqve. Dhe kur kthehen nga tregu nuk hanë pa u pastruar më parë. Ka shumë gjëra të tjera që ata duhet të respektojnë për shkak të traditës, larjen e kupave, të brokave, të enëve, prej bakrit dhe të shtretërve. Pastaj farisejt e skribët e pyetën, pse dishepujt e tu nuk sillen sipas traditës së pleqve, por hanë bukë me duar të palara. Por ai duke u përgjigjur tha atyre, mirë profetizoi Isaia për ju, hipokrit, siç është shkruar, ky popull me buzë më nderon, por zemra e tyre rri larg meje. Por me këtë më nderojnë duke mësuar doktrinat të cilat janë urdhërime njerëzish. Duke lënë pas dore pra urdhërimin e Perëndisë, ju i përmbahuni traditës së njerëzve, larje, brokash të kupash dhe bëni shumë gjëra të tjera të ngjashme. Pra ajo, si thash, ajo që shohim në këtë vargje është rreziku kur njerëzit vendosin traditat njerëzore, zakonet njerëzore mbi fjalën e Perëndisë, mbi të vërtetën e Perëndisë. Tash duhet të them që në fillim se ne të gjithë jemi të prirur për ta bërë këtë gjë. Ne të gjithë shpesh jemi më të brengosur për t'ju përmbajtur traditave njerëzore, zakoneve njerëzore se sa asaj çka Perëndia na thot. Tash mos më keq kuptoni, jo të gjitha traditat apo zakonet janë të liga apo janë të këqija, ka tradita të mira, ka zakone të çmueshme. Për shembull, ne si popull shqiptar kemi tradita dhe kemi zakone shumë të bukura me të cilat ne duhet jemi krenarë, duhet t'i mbajmë dhe nuk duhet t'i humbim ato. Por ajo që nuk duhet të bëjmë është që t'i vendosim këto zakone, t'i vendosim këto tradita njerëzore paralel me fjalën e Perëndisë apo t'i ngrisim ato më lart se sa fjala e Perëndisë, ose t'i bëjmë këto zakone apo tradita barr për njerëzit e tjerë, po si ligj për njerëzit e tjerë. Kjo është çka nuk duhet të bëjmë dhe kjo është saktësisht çka mësojmë nga ky pasazh tek Marku kapitulli 7. Siç e pat, këtu kemi disa farisejnë dhe skrib, pra njerëz fetar, njerëz që thonin se i besonin Perëndisë, ishin përkushtuar ndaj Perëndisë. Edhe këta njerëz vijnë nga Jeruzalemi, do të thotë njerëz me statusa të lartë nga Jeruzalemi, me statusa të lartë fetar nga Jeruzalemi, vinë tek Jezusi dhe vërejnë se dishepujt e Jezusit po hanin bukë, po hanin ushqim pa i larë duart. Vargu 2 na thotë këtë, ata vënë re se disa nga dishepujt e tij po hanin bukë me duart pa pastra, domethënë të palara dhe i paditën. Tash të them të drejtën, ky nuk është një zakon i keq. Ne si shqiptarë kemi këtë zakon, ne kemi zakon që t'i lajmë duart, t'i pastrojmë duart para se të hamushim. E mbaj mend si fëmijë i ri kur burrat mbledhshin në odën tonë për një neje, unë isha ai personi që shkoja me legen, me ujë, me peshqir edhe njerëzit i lanin duart para se ta kthenin ushqimin. Kështu që kjo nuk është diçka e keqe. Por problemi është se këta farisejt dhe skribët kur e panë këtë gjë, çka bën? Fundi i vargut 2 thotë i paditën apo i fajsuan këta njerëz. Tash edhe unë sot mendoj që nuk është një gjë e mirë që dikush të haj ushqim pa i pastruar duart. Por a do të thotë kjo se nëse dikush e bën këtë, ata janë fajtuar dhe duhet paditën për këtë gjë? Jo as pak. Por kjo është çka farisejt dhe skribët bënin. Ata
mendonin se njerëzit janë fajtor para Perëndis në qoftë se ata han ushqim pa i pastruar duart. Më e keqja është se ata e kishin ngritur këtë traditë në nivel fetar. Siç thash me fjalë të tjera, ata mendonin se nëse dikush han ushqim pa i pastruar duart, ai po e thën ligjin e Perëndis. Kjo është diçka shumë e keqe. Imagjinoni sikur unë për shembull të vi te ju thot sot edhe t'ju them se nëse dikush është duke ngrënë bukë pa i pastruar duart, jeni duke thyer ligjin e Perëndis, jeni fajtor para Perëndis, do të dënoheni për këtë gjë. Kjo është diçka që farisejt bënin dhe nuk ishte diçka e mirë. Edhe kjo, sipas vargut 5, thot pastaj farisejt dhe skribet e pyetën pse dishepujt e tu nuk sillen sipas traditës së pleqjve, por hon bukë pa i larë duart. Edhe këta vetë dinin se kjo ishte thjesht traditë njerëzve, sepse nuk kishte Perëndia kurrë nuk kishte thënë diçka në ligjin e tij që është ligj që njerëzit i hanë t'i lanë duart para se të hanë ushqim. Tash kishte disa ligje për ftrenjt kur ata shërbenin në tempull që të pastrohen e gjitha këto, mirë po Perëndia nuk kishte dhënë një ligj që njerëzit e zakonshëm patjetër duhet t'i lanë duart para se të ngrënë. Kjo ishte zhvilluar më vonë nga skribet, nga tradita njerëzore, mirë po farisejt në këtë kohë kishin bërë këtë të ngjashëm paralel me ligjin e Perëndis. Pra kishin ngritur, shihni sa lart e kishin ngritur traditën njerëzore. Edhe kjo e pengoi shumë Jezusin. Ja se si ai u përgjigjet këtyre në vargun 67, por ai duke u përgjigjur tha atyre, mirë profetizoi Isaia për ju, hipokrit, siç është shkruar, ky popull me buzë më nderon, por zemra e tyre rri larg meje. Por me kot më nderojnë, duke mësuar doktrina të cilat janë urdhërime njerëzish. Ajo çka Jezusi ju thot këtyre farisejve dhe skribëve këtu, ishte diçka që profeti Isaia kishte profetizuar mbi 700 vite më parë. Tek Isaia 29:13 në thuhet prandaj Zoti thot më qenë se ky popull me ofrohet mua vetëm me gojën dhe më nderojnë me buzët e tij, falni. Ndërsa zemra e tij rri larg meje dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit. Këta skrib dhe farisejnë në një farë mënyrë po e përmbushin atë që Isaia kishte profetizuar mbi 700 vite më parë. Si po e plotësonin ata këtë gjë, duke u brengosur më shumë vetëm për gjërat e jashtme që ata po bënin sesa atë që kishin në zemër. Në fakt këta persona këtu, do të Judenit dhe Farisejët, i kishin ngritur aq lart traditat njerëzore, traditat e pleqjve, saqë ata po i thyenin ligjet e Perëndis në mënyrë që t'i mbanin këto tradita. Vargu 9, që do të shohim në videon e ardhshme, Jezusi ju thot atyre, akoma ju jeni të shkathët për të anuluar urdhërimet e Perëndis në mënyrë që të zbatojnë traditat tuaja. Kjo është çka ata bënin. Këta farisejt dhe skrib që kishin për detyrë të shpjegonin njerëzve fjalën e Perëndis, ligjin e Perëndis, në mënyrë që njerëzit ta kuptonin se çka Perëndia thot. Këta njerëz e kishin ngritur traditat njerëzore aq lart, saqë po i thyenin ligjet e Perëndis për t'i mbajtur këto tradita, këto zakone. Edhe në videon e radhës, duke filluar në vargu 9, do të shohim se ku Jezusi ju jep një shembull atyre se si ata po bënin këtë gjë, se si ata po i thënin ligjet e Perëndis në mënyrë që t'i mbanin traditat e njerëzve. Kështu që kjo është çka shohim në këtë pasazh, rreziku kur njerëzit vendosin traditat njerëzore, zakonet kulturore në barazi, në një nivel të njëjtë me ligjet e Perëndis, me fjalën e Perëndis, edhe shpesh i ngritin ato mbi fjalën e Perëndis. Kjo është diçka shumë e rrezikshme dhe kjo është diçka që vërtet e pengoi Jezusin shumë në këtë kohë edhe e pengon Perëndinë edhe sot. Tash për fund, është shumë e lehtë që ne të përqeshim këta farisejt këtu, që ne të gjykojmë këta dhe të themi si kanë mundur ata ta bëjnë një gjë të tillë, si kanë mundur ata të ngritin traditat njerëzore mbi fjalën e Perëndis. Është shumë e lehtë që ta bëjmë këtë gjykim. Edhe të harrojmë që ti shikojmë zemrat tona, ti ekzaminojmë zemrat tona dhe të shohim se nëse ne vërtet jemi duke bërë këtë. Dhe nëse mendojmë thellë, ne gjithmonë gjejmë diçka në zemrat tona që një zakon apo një traditë që ne e ngrisim në një nivel shumë të lartë, ndoshta të barabartë me fjalën e Perëndisë. Dhe kjo është diçka që duhet ta kontrollojmë dhe duhet ta hedhim poshtë. Kështu që
për ta zbuluar këtë që për të na ndihmuar, pak dua që ta përfundoj këtë video duke i bërë dy pyetje vetes tonë në mënyrë që të shikojmë zemrat tona dhe të mos bijem në këtë grack që farisenët e skribët kishin rënë në kohën e Jezusit. Së pari, kur Jezusi thot ky popull me buzë më ndëron, por zemra e tyre rri larg meje. Le të ndalemi pak edhe të mendojmë mirë për këtë gjë. Nëse ne pohojmë me gojë se e nderojmë Perëndin, e duam Perëndin, le ta pyesim veten, a është kjo diçka që ne e bëjmë vetëm me buzët tona, apo është diçka që vërtet e kemi në zemër? Le të mendojmë mirë, a është besimi im diçka që shkon vërtet thellë në zemër, apo është diçka si themi ne sa për sy e faqe? A është diçka thjesht e jashtme që unë dëshiroj që unë i bëj këto gjëra thjesht për t'ju dhënë përshtypje njerëzve se unë gjej se jam një njeri fetar, apo është diçka thellë në zemër që dëshiron ta kënaq Perëndin? Në mënyrë tjetër ndoshta që mund ta pyesim këtë, mund ta pyesim vetëm për këtë është sa i sinqert, sa i vërtet është besimi im apo nderi im ndaj Perëndis kur askush tjetër nuk është rreth meje, kur askush tjetër nuk më sheh. Në orët e vona të natës, kur ne jemi vetëm në dhomat tona, si është besimi ynë, si është jeta jonë në këto momente? A mund ta dim se ne mund ta dim, aty mund ta dim se sa i vërtet është besimi ynë. Kështu që le të kontrollojmë zemrat tona para se të jetë shumë vonë. Le të mos jemi njerëz që nderojnë Perëndin vetëm me buzë, mirë po zemra jonë është larg këtij. Kjo është pyetja e parë që desha të bëj. Së dyti, çka është më e rëndësishme për ne? Çka është më e rëndësishme për ne? Tradita dhe zakonet njerëzore apo e vërteta e Perëndisë? Kjo është shumë e rëndësishme. Ka shumë më shumë gjëra që fjala e Perëndisë na thot që shkojnë kundër traditave tona njerëzore, kundër traditave apo zakoneve tona kulturore. Edhe shpesh në moment që ne t'i hedhim poshtë këto tradita, ne bëjmë kompromis me fjalën e Perëndisë. Edhe shpesh edhe hedhim poshtë atë çka Perëndia thot në fjalën e tij për shkak se nuk duam që t'i shkelim traditat njerëzore, nuk duam që t'i thejmë zakonet kulturore. Le të ndalemi dhe të shikojmë jetën tonë, zemrat tona. A shohim ndonjë tendencë të tillë brenda nesh, ku ne anojmë nga ona që t'i mbajmë traditat njerëzore para se të mbajmë të vërtetën e Perëndisë, t'i bindemi me Perëndisë. Le të jemi të sigurt, le të bëhemi të sigurt se nuk jemi se këta farisejt e skribët këtu në këtë pasazh, që ishin më të brëngosur për traditat e pleqjve, traditat e njerëzve se sa fjalën e Perëndisë. Le të jemi njerëz që i binden dhe ecin sipas fjalës së Perëndisë, pa bërë kompromis, as pak kompromis. Kjo është çka Perëndia dëshiron nga ne. Edhe normal kjo do na sjellë vështirësi në jetë. Kjo do na sjellë kohë të vështira në jetën tonë, për shkak se shumë njerëz ndoshta do të na lënë anash, nuk do të qëndrojnë me ne, nuk do të rrinë me ne për shkak se ne i thejmë traditat njerëzore, zakonet kulturore. Mirë po nëse bëjmë atë që Perëndia na thot, atëherë ai do të na shpërblejë. Edhe kjo ka rëndësi më së shumti. Kështu që ju lutem, le të ekzaminojmë zemrat tona, le të kontrollojmë zemrat tona dhe të shohim se ku qëndrojmë këtë gjë. Në videon e ardhshme do të shohim një shembull ku Jezusi u jep këtyre farisejve dhe ku ju tregon se si ata në fakt po i shkelnin ligjet e Perëndisë në mënyrë që t'i mbanin traditat njerëzore. Ju falenderoj edhe një herë, shpresoj që të keni një ditë mrekullueshme. Zoti ju bekoft.